Disa prej burgosërve apo prej shokëve tonë kanë pas mundësi që të kenë kontakt me familjet e tyre, sepse dikush që ka pas në Prishtinë, dikush që ka pas një pjesën për shembull Presheva apo Medvegjë, dikush ka pas në qytete të cilat nuk kanë qenë të prekura nga lufta, ndërsa unë personalisht, Demiri, Aliu që kemi qenë nga komuna Malishevës, ne kemi pas shumë problem, apo një vit më shumë ndoshta s'kemi pas as informacion për familjen, s'kemi pas as vizita familjare në Buqë për me ditë, kështu që një vit e më tutje unë edhe dy shokët e mi, Alia dhe Demiri, nuk kemi ditë absolutisht për fatin as një antarit familjes, as për familjet tonë, sepse ka qenë Malisheva ka qenë, ju e dini fort mirë ndoshta që ka qenë njërë prej zonat lira atëherë, edhe forcat serbe nuk kanë depërtuar atje. Edhe si region i tillë, edhe policia civile apo familjet tona nuk kanë pas mundësi që të qarkullojnë, që të na vizitojnë, sepse s'kan pas as dokumente identifikuese, s'kan pas mundësi për me kalu rrethin që ka pas Malisheva nga forcat serbe. Dhe kështu që familjet tona kanë qenë të izoluara, edhe ne kemi vazhduar me mbajtjen e dënimit. Mirë po, përveç që këtyre dy momenteve ka qenë edhe momente të tjera kur kemi marrë vesh që disa shokë tonë më veç kanë rënë dëshmor. Sikur që kemi kuptuar për Ibrahim Mazrekun që ka pas shok gjeneratës, edhe ka qenë student shumë i dalluar, edhe kjo ka qenë njërë prej momente ndoshta më të rënda që kemi përjetuar në Burgje. E kështu kemi vazhduar atje, kemi pas dhimbje, mirë po gjithmonë kemi pas krenari, edhe gjithmonë kemi pas ndjenjen që ne po sakrifikohemi, apo ne po flijohemi, apo mirë po gjithmonë duhet të pas parasysh që populli i Kosovës, qytetarët, familjet e tona kanë me gëzu liri.